me Ervin Sotën fillimisht. Sota të përshëndes. Përshëndetje edhe ju dhe faleminderit për interesin tuaj konstant. Gëzuar njëherë për ju e për gjithë Gëzuar, mbarë shqiptarët. se kemi qenë me aktivitetet unë, sa u ktheva nga kisha faktikisht, e jam dhe ortodoks nga familja, kështu që... Sota, me qënë se e kthyer nga kisha, kush është ai mesazhi që lexuam dhe që zë vend sot që jepet, jo vetëm në familjet tona në këtë biseda që ne zhvillojmë, po edhe nga ata që kanë drejtuar meshat. Ma thuaj shkurt këtë. Shiko, unë jam edhe besimtar vetë dhe mesazhi vetëm që duhet jetë gjatë gjithë kohës është më shumë paqe, dashuri, mirësi edhe harmoni e natyrisht dhe prosperitet në çdo familje. Ti kthehemi pak më shumë besimit, nuk është gjë e keqe do të thosha unë, përkundrazi është vetëm pozitivitet. Kemi turist, jemi të begat, kemi interes? Interes ka si gjithmonë për festat e fund vitit, por unë jam i prirur të them gjërat siç janë në realitet. Edhe në Vlorë, unë lëviz edhe aty në Tiranë, lëviz shpesh, e shikoj, kur e skanoj situatën, e skanoj pak në të gjë, sepse dua ta shikoj gjën të qatë. Edhe shikoj rënje në shifra diku te 10-15 deri edhe 20% si vjet të kthimit të turistave, të emigrantëve, le të themi. Kanë rënë me 10, se do të qëndroj këtu ke shifra, 10-15% më pak vizitor që janë shqiptarët që jetojnë dhe punojnë. Që rikthehen. Që rikthehen. Po, tani, sota që shkoj dhe me zotin Xhepa në Durrës, se mos ka dhe ai shifra, faleminderit që më bashkohesh sërish në këtë komunikim. Faleminderit juve dhe gëzuar festat dhe shëndet e mbarësi për gjithë. Faleminderit gjithë së bashku, po ashtu. Ndërkohë, Xhepa, është vërtet kjo që thotë sota që kemi 15, paktën për Vlorë, nuk e di çfarë ndodh në Durrës, deri në 20%, më pak kthime të shqiptarëve, janë ata që ne i quajmë turist ose vizitor besnik, përveç të huajve, po, që mbajnë peshën sa i përket remitancave edhe konsumit që kanë dhe prenotimeve. Në festat e fund vitit, zakonisht turistët më bazë janë emigrantët tanë, të cilët nuk mund t'i themi me shifra që si janë krahasuar me vjet, por ajo që ne vëmë re është që festat e fund vitit në Shqipëri kanë një veçori dhe një veçanti, sepse ne kemi një traditë të cilën duhet ta ruajmë shumë, sepse siç e dim të gjithë, gjeli i detit, ai tregu, ai pazari i prodhimeve vendase, që janë gjëra të veçanta dhe të gjithë emigrantët shqiptarë kanë nevojë për këtë gjë. Po ashtu dhe turistët e huaj, absolutisht kanë dëshirë ta shikojnë këtë lloj mënyre se si ne, këtë lloj mënyre dhe tradite se si ne festojmë vitin e ri. Kështu që pak a shumë kjo lloj atmosfere, kjo lloj klime është ku ka turist të huaj, kryesisht të sjell nga emigrantët shqiptar, por ka dhe turist të huaj që kanë ardhur enkas për të festuar festat e fund vitit në Shqipëri, pasi tashmë Shqipëria është kthyer në destinacion turistik. Dhe në Durrës, me thënë të drejtën, kemi një klim shumë të mirë, domethënë të përmirësuar çdo vit, sepse Durrësi ka shtrirje territoriale të madhe, ka kapacitete, ka mundësira dhe me këto aktivitetet pak a shumë që jemi munduar në bashkëpunim me Bashkinë me kriju një lloj atmosfere që karakterizojnë festat e fund vitit. Themi që po arrim një diçka që të forcojë pak dhe turizmin në periudhën e dimrit, sepse fundit të gjithë ne shoqatët e turizmit kemi si qëllim kryesor që të zhvillojmë turizmin gjithvjetor. Domethënë kjo është e mirë dhe për Shqipërinë dhe për ekonominë dhe për çdo gjë. Çfarë konstatoj unë, Xhepa, që edhe kur ne jemi në ditët më të këqija, ti ke atë shpirtin e biznesit për t'i dhënë pozitivitet që na i ke injektuar edhe ne të tjerëve, shikon gotën gjithmonë gjysmë plotë dhe është një tipar shumë interesant se është një nga sektorët më të ndjeshëm dhe pa diskutim e do të thënë të vërtetën, por do dhe këta anën pozitive. Ndërkohë, ndryshe nga sota, Pesteri, që sota është kokës.
dhe që pa diskutim është e mirë pritur, sepse nëse jetin të duhet ta lexojmë pak në rreshta, ty të kemi të qartë në atë se çfarë realisht është ky realitet që nuk e ç'bëjmë dot, nuk e fshim dot. Kjo është e vërtet. Tani qëndro pak se më duk. Edhe sot është dakord me mua që prodhimi vendas është prioritet domethënë në Shqipëri që ne atë që kemi duhet ta përdorim dhe ta promovojmë, ama duhet patjetër që të vazhdojmë luftën tonë për të rrit prodhimin vendas dhe për të bërë sa më shumë politika, dhe kjo është dhe kërkesa jonë ndaj shtetit që politikat për zhvillimin e bujqësisë, blegtorisë dhe peshkimit janë prioriteti madh. Është një nga atraksionet më të rëndësishme për të cilët turistët e huaj vinë për të provuar dhe për të shijuar, përveç temperaturës, përveç klimës, përveç se llaçin e tullat ose më saktë infrastrukturën e bëm, e kemi kaluar. Natyrën e kemi dhurat nga i madhi Zot për të gjithë. Tani duhet rregullojmë këto gjëra të bie shumë dakord. Po sota. Unë doja të ndaja në dy plane. Plani i parë është ai që çfarë ne duhet të bëjmë, edhe natyrisht ne, sidomos bizneset edhe sipërmarrësit privat, kapacitetet i kanë në maksimum, ofertën e kanë në maksimum dhe të larmishme, patjetër bëjnë maksimumin, janë për mendimin tim avangard në punën e tyre, si shoqat natyrisht që gjithë jemi për turizëm gjithvjetor, madje kemi shfaqur edhe projekte dhe programin se si mund të zgjerohet kjo gjë, pra nga ana jonë kjo nuk ka çaluar dhe nuk çalon asnjëherë. Ne kemi të qartë se çfarë do të thotë turizëm, se si mund zhvillohet ai. Për këtë arsye ne edhe vizitojmë vendet më të zhvilluara, do thosha, në fushën e turizmit. Jemi pro zhvillimit vendas dhe prodhimit vendas. Natyrisht unë jam i predispozuar dhe kam thënë gjithkohë që edhe në kuzhinë duhet të kemi kulinarin tradicionale. Turisti duhet vi dhe të shijojë atë gjën që nuk e shijon në vende të tjera dhe në qytete të tjera apo shtete të tjera. Dhe kjo është pa diskutim. Por në plani i dytë është plani që ne duhet të lexojmë dhe realitetin në mënyrë që të reagojmë dhe të sjellim zhvillim të mëtejshëm. Sepse në qoftë se ne nuk e shikojmë realitetin dhe nuk e tregojmë atë se si është, atëherë thjesht e shtym më vonë këtë lloj zgjimi dhe reagimi që për mendimin tim duhet të jetë 360 gradë në çdo lloj drejtimi, duhet pas shumë seriozisht, duke qenë që ne e dimë shumë mirë tashmë që turizmi sot që po flasim ka diku te 20% të gjithë GDP-së së vendit në kurizë të tij, që mban ekonominë e këtij vendi dhe ka një efekt domino të shtrirë në çdo sektor të mëtejshëm, si i ndërtimit, i prodhimit vendas, i bujqësisë, i blegtorisë, e gjitha gjë që cilën ne kemi kërkuar me ngumë që duhet të marrë zhvillim, sepse një trup i shëndetshëm është kur të gjithë organet e tij ka të shëndetshme, duhet thuar që nga koka, duart, këmbët e kështu me radhë dhe organet e brendshme. Pra, të gjitha këto janë pikërisht ato që ne po themi që efekti dhe dominoja që vazhdon zinxhir duhet të shtrihet në prodhimin vendas dhe në të gjithë industrinë tonë, të vendit tonë. Sepse mendoj që kemi disa mangësi. E di që jeni në biznes në punë, po unë do të kërkoj 1 minutë e 30 sekonda për reklama dhe rikthehemi, kështu që mos mu largoni. Rikthehem së bashku me dy të ftuarit që më janë bashkuar sot për çështje turizmi, me Sotën edhe me Xhepën. Xhepa, si janë çmimet? Unë jam nga ata që mendoj gjithmonë, pra shkoj me të ftuarit, mendoj gjithmonë që pavarësisht se sot janë Krishtlindjet, nesër është e premte, qeveria i kishte duart plot, u dha pushim. Fundjava është e gjatë, është e shtuna e diela, vjen nata e ndërrimit viteve, dhe pse ju gjithmonë këmbgulni që ne prenotimet ose ata që do të vinë atje t'i bëjnë përpara dhe është mirë për të funksionuar biznesi, unë mendoj gjithmonë që ka vend për të thënë që po. Edhe në minutë të fundit, vizitojni, prenotojni, festoni, gëzoni. Tani, ka abuzivitet në këto festat e fundvitit, Xhepa? Me thënë të drejtën, nata e vitit ri ka çik çmime të egzageruara që nuk shkojnë në harmoni me realitetin shqiptar. Ishme se kjo që çmimet në Shqipëri, duke filluar ke supermarketet dhe duke filluar në çdo lloj tregu shqiptar, janë çmime që minimalisht janë 30 deri në 40% më shumë se sa që duhet ishin.
dhe dalim prap ke aty ku është pika kryesore. Dhe kjo vjen si pasojë mungesës prodhimit vendas, ku 50% apo 60% e produkteve vinë nga importi, që normalisht duhet të ishin prodhim vendas dhe automatikisht dhe çmimi duhet të ishte më i lirë. Prandaj, ai çmimi i shportës se një familje në kushte normale është shumë e shtrenjtë. Kështu që kjo është një nga pikat kryesore që ne si industri turizmi duhet patjetër në 2026 të ulemi dhe të flasim me qeverinë për të krijuar ca politika për të rritur prodhimin vendas që të ulet çmimi i shportës për qytetarët shqiptar. Në një market, çfarëdo lloj marketi qoftë, çmimet krahasuar me Italinë janë 30 deri 40% më të shtrenjta. Kjo nuk është fare mirë për Shqipërinë. Kjo tregon që ka një diçka që nuk shkon, që kryesorja është mungesa e prodhimit vendas, aktivizimi i prodhimit vendas. Dhe pastaj automatikisht vijnë gjitha me radhë. Por le të ngelemi ke festat e fundvitit. Unë mendoj që duhet promovuar patjetër tradita jonë, mënyra se si ne festojmë festën e vitit të ri. Dhe gjeli i detit duhet jetë ai si më thënë logo kryesore e këtyre festave që ne e kemi dhe duhet ta promovojmë. Sepse ka dhe Amerika festën e gjelit që e kishte me 27 nëntor, dhe nga miqtë e mi që i bëra ca pyetje, atje gjithë Amerika ishte duke festu festën e gjelit, por vetëm gjel nuk u shifte në asnjë vend. Domethënë, ideja është që ne duhet të promovojmë ato traditën tonë dhe gjërat tona sepse është shumë interesante. Është e dhimbshme, fermerëve këtë vit, pak nga raportimet ju kanë ngel aty sepse janë edhe çmimet e larta, edhe është vërtet hall, na kanë mbytur edhe këtu, na kanë mbytur pula dhe gjelat e detit që vijnë nga jashtë. Tani ta themi këtë se është një realitet i dhimbshëm. Sota, më the pak 20 deri në 30%, apo e shtova unë? Jo, është 15-20%. Mirë, se mbaj mend ato shifrat e verës, më ka ngel. 15 deri 20% më pak pa prenotime. Po me çmimet, si jemi në Vlorë, se Vlorën, besoj sa që duan Durrësin, duan dhe Vlorën, janë besnik vizitorët. Po patjetër, Vlora është e bekuar nga Perëndia, ka një bukuri natyrore dhe një klimë ju e shihni fantastike. Edhe ja kemi borxh Zotit këtë lloj gjëje, përveç investimeve që ka bërë privati edhe zhvillimeve të fundit nga ana e qeverisë. Por doja t'i bashkangjitesha kolegut në analizën që bëri, është e vërtet. Edhe është shumë e thjeshtë, ndoshta shumica nuk arrin ta kuptojnë, por shumë e thjeshtë, është një kamion i cili 100 litra mban, një makinë, një automjet mban 100 litra. Nëse ai harxhon 20 litra karburant për 100 kilometra, do bëj më pak kilometra. Normal, do konsumoj, do udhtoj më pak, do shijoj më pak. Nëse është një automjet me një konsum ekonomik, gjë që ne duhet ishim sot, atëherë ai do të shijoj më shumë vende dhe do të udhtoj pak më tepër konsumin edhe shijimin e festave do ta ketë pak më të gjatë. Këtë dua të them që ne ndikojmë shumë nga importimi i produkteve të para, i lëndëve të para, edhe jo vetëm çmimet janë abuzuese që në gjenesë, por edhe cilësia. Do të thosha dhe duhet parë shumë seriozisht, sepse mos shikohet kjo gjë me seriozitetin e dur, është si ti bësh krim adeu tënd. Pra, po flasim për ushqimin. Duhet japim zhvillim bujqësisë dhe blegtorisë vendase, duhet i stimulojmë, duhet i suportojmë, i subvencionojmë, siç bëjnë shtetet fqinj, dhe për sa i përket traditës dhe festave tradicionale, ne mos të shkojmë shumë larg, por në Itali jo vetëm shteti nga shteti, por ishan Torino herën e fundit, Torino, Rom, Firenze, Puglia poshtë, ruajnë tradicionalitetin e tyre me shumë fanatizëm, dhe kjo i sjell turizmin, turisti i cili shkon atje ka stile pikërisht edhe për atë pjesë të kulinarisë dhe jo vetëm për bukurinë e tyre natyrore. Pra, për sa i përket bukurisë natyrore, ne na ka bekuar Zoti. Jo vetëm Vlora, gjithë Shqipërinë, jemi dhe një vend i bekuar dhe me ujë edhe me shumë resurse të tjera. Ajo që ne duhet bëjmë janë pikërisht ato gjërat që duken në aspekt të parë të vogla, por janë shumë të rëndësishme. Pjesa e fokusit të shërbimit, të kulinarisë,
të produktit vëndës, të ruajtjes së traditës, që ta bëjnë turistin që ka përse të rikthehet përsëri, sepse është një kulinari që nuk e gjen në çdo shtet tjetër. Ne lekët e i pardit që janë taksapaguese Bashkimit Evropian i vodhëm, po them, i vodhëm, po përfshit e vetën, sepse s'kam pikë në lidhjes me këtë gjë, po i vodhëm si vend, i vodhëm, po i morëm dhe i vodhëm, i bëm vila e çfarë si bëm. Është krim kundra deut. Do me thënë, nuk është gjëja ka që tjetër, kemi shumë. Nuk i dham as traktor, si dham as ser, as asistenca ti fermeq ta sjellni domate në pjatë edhe mollën, po them unë, se janë gjitha. Fundorët dhe vuan gjithmonë fundori i cili ofron shërbimin final dhe ai i merr gjitha kritikat në fund, se ka si ndodh ndryshe. Ai ta servir në pjatë, edhe atë ushqimin që shpeshherë kanë dalë skandale dhe kanë dalë probleme për sa i përket cilësisë dhe kualitetit të ushqimit. Edhe këto janë, prandaj them që është krim kombëtar, të vësh duart te taksapaguesit dhe të vësh duart tek fondet që vinë për të suportuar popullin tënd dhe atë punëtorin, fermerin dhe lektorin, për mua nuk ka krim më të rëndë, sepse s'ka brirë. Kjo është. Këto janë gjërat që shkatrojnë dhe degradojnë ekonominë. Dhe Xhepa ka 2 vjet që thotë da duhet çfarë është ai tregu Xhepa peshkimi edhe markata, po, se s'më shkonte në mend markata. Markata e peshkut, ku do të shkosh në çdo qytet turistik të botës, markata e peshkut është gjëja më kryesore që të çojnë për ta parë. Pse? Sepse si më thënë, markata e peshkut është tamam ajo që tregon çfarë peshku ekziston në Shqipëri, çfarë kurioziteti, çfarë... Po, e sigur do kishte vizitor, si për të blerë, si për të parë, do ta gjallëronte, do të ishte fantastike. Për të blerë, pastaj pa diskutim që mund të blejnë. Dhe kjo nuk krijon asnjë lloj konflikti, as me restorantet, as me asgjë. Jo, përkundrazi. Përkundrazi e ndihmon këtë gjë, e ndihmon, sepse ti e di se çfarë tregtohet në Shqipëri. Domethënë, pak a shumë ke peshkimi që është një vend shumë të rëndësishëm në pjesën e restoranteve të Shqipërisë, ke peshkimi përveç markave që duhet patjetër të jenë, por duhen dhe politika, duhen edhe të krijohen situata që eksporti dhe importi të kenë një logjik ekonomike. I rregulluar, po. Xhepa, se unë e di që ju keni dhe punë, se sot është një ditë ku duhet të qëndroni punëve në krye, po pyetja fundit, i kemi në raport me vjet Xhepa, me një vit më parë, se themi vjet në zhargon. Prenotimet edhe për natën e vitit 30 pse abuzojmë atë përqindjen e frikshme, që besoj gjithë ne që po mendojmë ndoshta ose kanë prenotuar e din shumë mirë që po është abuzive, por që duhet bërë. Ka rezervime për natën e vitit 30, ka, me thënë të drejtën ka. Ka pas në këto vitet e fundit ka pas sa luhatje, po sikur po stabilizohet pak a shumë që festa e fund vitit të bëhet në Shqipëri. Sepse është krejt normale që nga mungesa e daljes jashtë shtetit që pasi u bë lëvizja e lirë e popullsisë, fillon të shijojnë daljet jashtë shtetit për të bërë një gjë tjetër, kështu që pak a shumë po rikthehen, avash po rikthehen, sepse tradita jonë është shumë e bukur për të kalu festat e fund vitit. Edhe besoj, bjem dakord, gjithë ata që e kanë provuar si në Shqipëri edhe jashtë kthehen, jo pa qëllim kthehen, sepse është ajo që thoni ju që ka një magji tjetër këtu. Xhepa, faleminderit, punë të mbarë. Faleminderit juve dhe festat mbara dhe gëzuar dhe një vit të mbarë. Faleminderit e njerë. Sota, përveç dielli që na solle nga Vlora, që e marketove shumë mirë, tani më thuaj si është situata për fund vit, keni ju rezervime me hotele, vetëm darkën, do të shpenzojnë shqiptarët dhe jo vetëm, edhe pse jemi pesimiste. Atëherë, ju e tha dhe mësipër që unë prirem të jem realiste, që e vërteta... Është e mirë pritur, nuk e di nëse ma more mbrapsht. Po jo, pa tjetër. Është e mirë pritur, është mënyrë origjinale të thënit gjërat, se ndryshe... Po sepse i bie që të flem gjumë dhe mos të reagoj, dhe unë jam një tip që më pëlqen që gjërat i kapësh në kohë, edhe reagimi tjetë në kohë, gjithmonë në sensin e mirë për të cilë më të mirë. Pa tjetër që ka prenotime, tradita e shqiptarit në fundit nuk umbet për festa tradicionale, por ka rënje. Pra ka rënje si vjet nga vit, po ta marrim me vitin e kaluar.
Dhe është ajo shifra që thash parë, është një rënje e sigurt 15%. Ka një rënje e cila duhet marrë pak më seriozisht nga të gjitha palët e interesit dhe duhet bërë analiza e thelluar që pse po ndodh kjo dhe si. Unë mendoj që ndoshta është edhe pak më gjerë se sa Shqipëria, sepse imagjino sot në gjithë Europën çdo 2-3 ditë flitet për luftë, apo jo? Mos përmend shtetet me radhë, po gjitha shtetet po flasin, duhet përgatisim spitale, duhet përgatisim në shtetasit për gjendje lufte etj. Dhe kjo ndikon në psikologën do të thosha të kurrjes ekonomike, për mos marrë pas edhe faktor më të gjerë. Por unë duke u fiksuar dhe e marrë pak më seriozisht pjesën e Vlorës, do të thosha që ne duhet i kthehemi tradicionales, ashtu si kundër edhe Durrës, duhet i kthehemi ushqimit tradicional, sipas stilit të çdo lloji restoranti, sepse këtu shefat e restoranteve, për mendimin tim, janë nga më të mirët në Shqipëri, mund ta zhvillojnë më shumë profesionalisht, por gjithmonë duke fokusuar tek ushqimi tradicional dhe duke i dhënë asaj fokusin më të lartë dhe në marketingun e bërjes së turizmit jashtë adeut. Dhe duhet ta marketizojmë pak më në mënyrë pak më inteligjente këtë pjesë. Dhe shteti nga ana tjetër, ajo që ne e ngrëm zërin për ditë, është që duhet i japi dorë jashtëzakonisht në mënyrë shumë serioze produktit vendas, duke filluar nga prodhimi i bujqësisë, i blegtorisë, i orientimit të tregut, që do të thotë që në rast se shteti është rregullatori, edhe bashkia qoftë, është rregullatori që i thotë dhe blegtorit dhe bujkut në fund të ditës që shiko, për vitin që po vjen, ne kemi lidhur kontrata edhe për eksport, sepse aty varet ekonomia, për kaq ton karçov dhe për kaq ton domate dhe ju s'keni pse mbillni produkte të tjera, të cilat pasaj ne i shohim dhe na vjen keq që jemi gjatë rrugës. Duhet ketë një orientim, duhet ketë një kokë, dhe koka këtu është shteti dhe qeveria lokale. Pra, duhet ketë një sinkronizim vetëm për mirë dhe jo ajo që ju e thatë dhe di gjithë Shqipëria, që të viden fondet e komunitetit evropian apo taksat e shqiptarëve. Nëse mënyra më e mirë për të vrarë veten është kjo mënyrë. Faleminderit Soda. Kështu që uroj gëzuar festat, gëzuar Krishtlindjet, zemrat u mbushin plot me dashuri, me paqe, mirësi dhe dash Zoti një mbarësi sa më të madhe vitin që vjen, edhe zëmshim mend nga gabimet që kemi bërë edhe që kemi parë në televizion ditë për ditë. Nuk po ishtoj asnjë gjë, kështu që po them vetëm faleminderit se do ta prish pastaj gjithë urim. Të përshëndes. Faleminderit, ditë mbarë.